Salam aleikum. Hoxhët ata që kryen haxhin edhe shkojnë në darse me muzikë dhe kërcejnë. Një këshill lutem. Aleikum salam rahmetullah. Mas pari jap këshill për të gjithë, jo vetëm për ata që kanë shkuar në haxh, edhe ti që s'ke shkuar në haxh. Edhe ti ke ndaluar me shku aty Allah me kthye. Edhe me nguat muzikë pa marrë parasysh çfarë është. Kjo nuk është vetëm për haxhit. Haram është haram për çdo kan. Po dal tash te haxhit. Ai ka kryer një urdhën të Zotit, edhe po shpresojmë që mëkatet mes tij dhe Allahut, nëse e ka kryer haxhin çu duhet, edhe ju ka pranuar haxhi, me ju fshinj ato mëkate mes tij dhe Allahut. Tash kur të kthehet edhe janis këtyne budallëçeve me i bë, atëherë ai edhe ndinit Allahit ka me ul autoritetin, edhe haxhit, edhe vetes personalitetin e vet. Edhe që ato mëkate që kanë fshi, kanë me fillu për zdyti me ju, shtu. Pra, fillojnë i shtuhen. O konë 0, tash fillon 1, 2, 3, 4, i shtuhen. I shtuhen. Por, edhe një gjatë tjetër, mos harroni. Ulemaja, dietarët kanë thonë, një prej sebepeve me ditë shkaqeve, a ju ka pranu dikuj një filanit haxhi ajo, është me këqyr mas haxhit. Apo kthehet në budallakit e moqme, ajo. Nëse kthehet, atëherë është pikpyetja ju ka pranu haxhi ajo, se jo çdo kush që shkon atje i pranohet haxhi. Jo, vetëm Allahu e di. Vetëm Allahu e di, ne zguzemi thon filanit ju ka pranu fisteket jo. Sprov për dikon është edhe kjo muzika, kërcimi, e tjetra, prej mëkateve. Sprov. Por se nëse dikush kthehet në gabimet e moqme, edhe nuk vrejet qartë apo haptas se për një ma përmirësu filanin, atëherë themi është problema, ju ka pranua jo. Gjithsesi, si para haxhit, si mas haxhit këto sene, mos i bane.